folët pak për dhunën në familje. Kjo është një temë e interesuar për të gjithë, pasi të gjithë kanë prindër, kanë fëmijë, jenë pra të interesuar që të kemi një jetë të shëndetshme mes çifteve, familjeve. Aktualisht, nga informacionet që keni juve, si është shëndeti i komunitetit shqiptar në këtë fushë? Thonë drejtën, them me keqardhje, po është një prej probleme kryesore është dhuna në familje. Edhe dhuna në familje nuk është vetëm dhunë fizike, është dhe dhunë psikologjike, që ndonjëherë është më e keqe se dhuna fizike. Arsyeja që çonte dhuna në familje janë disa faktorë. Unë japësh një shembull, mund ta ndash këtë, pra dhuna psikologjike dhe fizike. Po, dhuna fizike, siç dihet vetëm është kur ti ushtron dhunë në një personi tjetër, abuzon fizikisht, që godet, rref, e man. Kurse dhuna psikologjike është kur ti... Dhuna psikologjike, lutem shumë, mund ta shpjegosh me intimitet, mos e kalosh shpejt. Po. Se njeriu ndoshta nuk e din. Po, jo, ta shpjegoj. Dhuna psikologjike ka të bëjë më shumë me faktorin kontroll, që do të thotë që ti je vazhdimisht duke kontrolluar jetën e dikujt tjetër, që e monitoron vazhdimisht, që i vën GPS tracker makinë, që i thu mos shko këtu, mos bëj atë, shko këtu, ku ishe, pse s'ishe, me ke ishe, pse takova këtë, pse nejte me këtë, pse bisedon me këtë person. Domethënë është një kontroll total mbi jetën e një individi tjetër, që nuk ka askush drejt ligjore, morale, pavarësisht sa e mund të jetë partneri ose bashkëshorti ose bashkëshortja jote, dhe fatkeqësisht ndodh. Edhe ndodh vazhdimisht që ke individ që kontrollojnë jetën e partnerit që janë në martesë, në gjitha aspektet, në aspektin e celularit, në aspektin e kontrollit makinës, që duhet në mënyrë konstante që ti të ndash locationin me partnerin që ku je. Duhet personi nuk ka llogari bankare të vetën, dhe duhet kërkoj lëmosh ose lek për çdo gjë, për çdo veprim financiar që duhet bëj. Duhet që të shkoj të takoj prindërit, për shembull, do të kërkoj leje që a mund të shkoj të takoj, a mund të rri këtu. Kjo është dhuna psikologjike, është kontrolli, efekti kontrollit që një individ mendon që mund të kontrollojë jetën e dikujt tjetër, pavarësisht raportit ose lidhjes që ata mund të kenë. Fakti që ti i martuar me bashkëshorten tënde nuk t'jep asnjë lloj drejtë ty si individ, ose mu pa marrim si shembull, që unë të kontrolloj jetën e partneres teme në 24 orë. Okej, duhet të kesh komunikim normalisht për jetën ku je, kush do marrë fëmijët, por jo që të shkosh në masa ekstreme, domethënë që ti kontrollosh në mënyrë, sepse pastaj ka pas raste në komunitetin ton që dhuna vazhdueshme psikologjike e kombinuar me atë fizike, kemi pas të vetvrasje të viktimave, sepse kanë arritur një pikë që nuk kanë toleruar më, dhe kanë thënë për këtë kvalitet tjetër që unë po bëj, më mirë të jap fund jetës. Dhe fatkeqësisht kanë ndodhur. Mandej për dhunën fizike? Ka të bëjnë me nervat. Kur një person nuk arrin të kontrollojë nervat e tij, ose të saj, sepse nuk është nuk duhet që diskriminoj gjininë mashkullore përmbi atë femërore, sepse mund të shkojnë të dy anët. Dhe nuk arrin të kontrollojë nervat, dhe normalisht çdo moment që ai person nuk merr atë çka don ose çka urdhëron, situata eskalon dhe mund të gjujë objekte, mund të godasi me dorë, me grushta, me objekte që mund ndodhen vërdall, me telefon. Ka pastaj edhe raste ekstreme që janë me djegje cigarash në trup, me rrahje me rryp, këto në nivel tjetër, por që ndodhin. Dhe këto kryesisht kanë probleme të shtetit mendor, probleme që janë trashëgume, domethënë, dhe dhuna në familje ka një fenomen shumë interesant. Fenomeni interesant është që dhuna është një sjellje e mësuar, që do të thotë, sjellje e mësuar që personi që ushtron dhunë ka dy mundësi, që ose është dënuar vetë personi gjatë fëmijërisë tij dhe ashtu është edukuar, ose ka qenë në një ambient që dhuna ka qenë prezente në mënyrë konstante dhe ai është mësuar me atë sjellje, dhe sidomos kur shikon për shembull, një shembull, nëse unë për shembull në mënyrë konstante dhunoj gruan time, dhe vajza ime shikon që unë dhunoj gruan time. Vajza do ketë të mësuar që shikoj se edhe mami dhe babi kështu kanë bërë, dhe kur të rritet, ajo do ketë këtë qasje që
unë nuk duhet të them gjë, sepse edhe mami nuk ka thënë gjë. Tash ta kthejmë një variantin tjetër. Nëse unë kam një çun për shembull, dhe çuni im shikon që unë prap abuzoj fizikisht me gruan time. Çuni im do rritet me mentalitetin që shiko se edhe babaja ka bërë këtë gjë, prandaj edhe unë jam okay që nesër t'ja bëj partneres time. Prandaj thash është sjellje e mësuar, nuk është sjellje e lindur që lind me atë. Edhe për ta thyer këtë cikël, ne duhet të edukojmë njerëzit që askush nuk ka drejt që të preki fizikisht një person tjetër, pavarësisht raportit ose marrëdhënieve që ato individ kanë me njëri tjetër. Të tjera arsye a ka? Normalisht ato pastaj ka 1 milion arsye bigjozi, siç dihet, është një fenomen shumë i përhapur në komunitetin tonë. Edhe normalisht partnerët që nuk sjellin të ardhurat në shtëpi dhe nuk marrin suportojnë familjen, normalisht do sjellin debate, do sjellin konflikte edhe pastaj përfundon me dhunë familje, me rrahje, me gjërat, por ekziston si fenomen absolutisht po. Shumë faleminderit prokuror. Kalojmë tek çështja tjetër që është abuzimi me substancat. Do të kisha shumë dëshirë që për këtë çështje ta shpjegoni me intimitet, pasi në komunitetin shqiptar ne kemi pasur edhe viktima, edhe ndoshta inshallah nuk kemi në të ardhmen, por që t'ia shpjegosh dhe ndoshta edhe duhet një këshill nga ana juaj se si duhet veprojnë në familje personat kur kanë raste të tilla, domethënë çfarë duhet bërë. Këshilla kryesore po filloj nga e fundit që the, është kërkoni ndihmë. Kërkoni ndihmë sepse ka agjenci, ka organizata që merren vetëm me trajtimin e personave që kanë varësi nga substancat narkotike, nga substancat e kontrolluara. Edhe kjo është një tabu tjetër në komunitetin tonë, sepse siç e the edhe vetë ne kemi pas fatkeqësisht viktima, dhe normalisht ekziston ky turpi që më vdiq fëmia ose më vdiq djali ose më vdiq filani nga overdoza, edhe askush nuk e thot kjo gjë. Por unë do të them që dihet që këto nollin, pavarësisht se njerëz nuk i pohojnë, dihet që filani vdiq në gjumë, këto janë historinat vjetra që nuk i shërbejnë askujt. Nuk po them që të nxjerrin flamurën që themi jo filani, por këto shembuj këto shembuj, këto raste që kanë ndodhur ti përdorim, ti kthejmë për mirë, ti kthejmë në raste konkret, sepse po të kishin kërkuar ndihmë, shumica e këtyre individëve që kanë ndruar jetë nga overdozat mund të kishin mesin tonë sot. Dhe kjo është absolutisht një fakt që nuk e kundërshton dot askush. Ekziston tabuja që dikush që përdor kontroll. Varësia është diçka që është shumë e vështirë për ta kontrolluar. Nga çdo gjë, mund të jetë varësi nga seksi, varësi nga bigjozi, varësi nga droga, janë disa dhe nga ana psikologjike po ta shikosh, edhe psikologët dhe social workers, është niveli dopaminës në tru që rritet kur ti ke një vestë, do ta kërkosh, edhe të pish kafe është vestë për shembull. Ka persona që pinë 15 kafe në ditë. Është një vestë që, nuk është shumë i rëndë, por vestë është ai. Çdo gjë me limit, krypa me gjellë, por krypa me karar. Shoqëria amerikane është shumë e hapur në aspektin e njerëzve, që ka njerëz që ka njerëz që thonë, po, unë kam probleme me kokainën, kam probleme me marijuanën, kam probleme me controlled substance, me methamphetamine. Dhe e pranojnë, ne janë më të hapën, dhe shoqëria amerikane nuk është se i paragjikon. Ne si shoqëri shqiptare, amerikane, duhet që t'i përkrahim këto njerëz në këtë rrugtim për të hekur dorë nga ky ves, nga kjo varësi që kontrollon pastaj shumë gjëra të tjera. Edhe mos t'i paragjikojmë, se është kollaj t'i paragjikosh njerëzit nga divani ose kultuku ku e ulur ti dhe të shkruash në Facebook që kështu. Duhet që t'jemi me mendje hapur, sepse unë njoh raste nga familje shumë të mira, shumë të edukuar, shumë suportues komunitetit që kanë humbur individ nga substancat narkotike dhe akoma sot e kësaj dite nuk flasin për këtë gjë. Dhe e kanë përmbrenda, po sikur të kisha bërë këtë, po sikur të bësha këtë. Unë ju këshilloj që të ndjekni, të merrni trajnime, mos ta fshini dhe të përkrahim këto njerëz. Sepse thash, paragjykimi dhe gjykimi askush nuk ka drejt, as unë si prokuror, as ti si organi, nuk ka drejt ta bëj dikujt tjetër
për sa i përket varësive nga substancat narkotike. Cilat janë substancat më të përdorshme aktualisht? Aktualisht, marijuana normalisht dihet që është një, pavarësisht se është e ligjshme tashti në Michigan nga nivelin shtetënor, normalisht është më e përdorshmja. Çfarë niveli është e dëmshme kjo? Shiko, varion te përqindja koncentrimit që ka, sepse ka nivele të ndryshme koncentrimit që përdoren. Normalisht, unë nuk është se jam pro drogave, jam kundra, por ka njerëz që e përdorin edhe për arsye shëndetësore, që kanë për shembull kancer ose që i doktori ja u përshkruan atë. Ajo është komplet një deng vete, por ka njerëz që thjesht e konsumojnë për përditshmërinë e tyre dhe i bën ndihen më mirë. Prap, nuk i gjykoj, por problemi që shohim kohët e fundit është që kur blehet në rrugë, blerja e marijuanës në rrugë ose në mënyrë ilegale, ka pas raste që në marijuana ka qenë futur droga të tjera sintetike, që është fentanoli kryesisht, ose që është amfetamins. Ma që dhe i glejsit e përzihen, edhe ti e merr për shembull për të pirë një cigare hashash, por faktikisht aty brenda ka fentanol. Dhe në rastet kur përqindja e fentanolit është shumë e lartë, fentanoli është një drogë shumë vrekëtepruese, ma një përqindje e vogël mund të vrasë në vend. Ka pas raste në komunitetin tonë që ato kanë marrë për ta konsumuar si thjesht një cigare marijuanë, dhe faktikisht ka pas fentanol dhe kanë vdek. Pastaj kemi fentanolin, që është pothuajse grada e fundit, kemi edhe kokainën, kemi edhe një gjë interesante tjetër që është shumë prezente, sidomos në komunitetin tonë, është marrja e ilaçeve që janë me recetë nga persona që s'duhet merren. E si është ky fenomen? Ky fenomen është kështu. Të marrim për shembull, unë dhe ti kemi ilaçe që na i ka dhënë doktori, me narkos quhen ato, që janë ilaçe shumë të forta, që merren për dhimbjet shumë të mëdha, por fëmia im ose fëmia jot, se po lozim me role këtu, shkojnë dhe na i vjedhin ato ilaçet dhe i marrin fshehurzi. Ti nuk ja vën menen, se thua, i kam marru, i kam pi, edhe për faktikisht ato they're getting high, domthon po përdoren si ato faktikisht janë substancat kontrollueshme. Prandaj janë edhe me recetë. Dhe ato i marrin që të ndihen më mirë, domthon që të kenë këtë high, që të marrin këtë ekstazin, thashë në nivelin e dopamines. Dhe ky është një fenomen shumë shqetësues. Sepse prindi mesatar shqiptar, duhet ditë barrierat e gjuhës ose mos komunikimi me doktorrat ose me direkt shumë raste, siç e dim, fëmijët janë ndërmjetësat që bëjnë doctor appointments ose që bëjnë vizitat me to, nuk janë ndjeni dhe ilaçet zhduken. Nuk zhduken, por janë duke u përdorur nga fëmijët. Kryesisht adoleshentët.